Landi ky e larti, bashkohet të gjithë tu. Boti dhe grupi, kënaqen pa mas. Së bashku punojnë, me hare dhe gaz. Ndërtuesi, ndërtuesi. Ilqa të zogu, Trevis dhe Shati, këzojnë e punojnë, të gjithë së bashku. Ndërtuesi, ndërtuesi. Kam një punë shumë të veçantë për ju sot, Bob, sepse sot është një ditë shumë e veçantë. Vërtet, zoti Bentley? Tamam përpara fiks 20 vjetësh jemi martuar unë edhe zonja Bentley. Wow! Është përvjetori ynë i martesës. E pa urime, zoti Bentley. Faleminderit. Do të doja t'i bëja dhuratë zonjës Bentley një surprizë të veçantë. Ajo gjithmonë ka dashur një shtëpi verore të gjithën për vete. Mund ta ndërtoni një për mua? Sigurisht që mundemi. Ne duam që të jetë një ditë vërtet e veçantë për zonjën Bentley, apo jo? Pa, duhet ta bëjmë të bukur. Ju faleminderit shumë. Edhe diçka tjetër. Më duket se zonjës Bentley mund t'i ketë shkuar ndonjë gjë në mendje. Kështu që nëse ju pyet se çfarë do të marr, mos i tregoni gjë. Asgjë. Po unë mendova se do të merrte. S'ka gjë, Balt, është vetëm sa për të mos prishur surprizën. Tani po shkoj të sigurohem që zonja Bentley të mos jetë në shtëpi kur ju të filloni punën. Atëherë, skuadra, mos i tregoni asnjëriu. Një shtëpi verore. Wow! Balt. Shush, nuk duhet të tregojmë. Pa merak, nuk do t'i them njeriu. Përshëndetje të gjithëve. Po ndodh ndonjë gjë interesante? Ja, nuk më ndodh asnjë gjë interesante. Asgjë që ti mund të dish, gjithsesi. Asgjë që mund të di? Çfarë do të thuash? Unë di diçka që ti se di. Ashtu, çfarë? S'ta tregoj dot. Trego ma të lutem. Jo, nuk mundem, është surprizë. Ç'kemi e dashur? Po del? Po, Bernard, duhet të shkoj të blet sa gjëra në qytet. Po, me që po shkon në qytet, pse nuk shkon një herë tek Tony Dixoni që të t'rregullojë flokët? Them të shkoj. E po, më mirë të nisem, shihemi më vonë. Mrekulli, Barbara nuk do t'jetë në shtëpi gjithë pasditen, një gjeni i vërtet, nëse mund ta quaj veten kështu. Çfarë lloj surprize, Balt? Ma thuaj të lutem. Dakord pra, e janë të gjithë. Përveç teje, Balt, mund të shkosh një vrap tek antieri JJ që të marrësh traun që kisha porositur? Dakord, Wendy. Mos u kono, Balt! Pra, mund të ma thuash, shatin e ke shok? Nuk mundem, shat. Duhet të shkoj te JJ tani. Balt. Në rregull, zoti Bentley. Ku e doni shtëpisën verore? Pikërisht këtu ku jam tani, Bob. Në rregull atëherë. Le të fillojmë. E shkëlqyshme. Tani mund të ngrejmë muret. Nuk mundemi derisa të vi Balta të sjell traun. Ku është Balta? Po shkoj ta kërkoj. Faleminderit, kërmues. Çfarë surprizë është? Në rregull. Unë e di se çfarë dhurate do të marrë zonja Bentley për përvjetor. Zonja Bentley? Ti e di çfarë do të marr unë dhurat për vjetorin? Ups, o zot. Të lutem, Balt, më thuaj në një të dhënë të vogël, më thuaj. Të lutem, Balt, mezi po pres derisa ta marr vesh. Bobo. Pra? Zoti Bentley na tha që të mos tregonim. Zonja Bentley, për dhuratën tënde të përvjetorit, do të merrni... Çfarë, Balt? Asgjë. Asgjë? Pra? Do të thuash që Bernardi im nuk do të më dhurojë asgjë? E zot. Kur them asgjë, unë... Jo, Balt, nuk ka rëndësi. Unë s'do të kisha pyetur. Jo, vetëm se zoti Bentley tha që... Jo.
Nuk ka asgjë, jo. Ndoshta është më mirë të shkoj të bëj ca pazar. Ti ble vetes ndonjë gjë ndoshta, ndonjë gjë të mirë. Oh, jo, çfarë bëra kështu? Akoma nuk e ke marrë traun? Bobi dhe Wendy po të presin. Por... Bën mirë të nxitosh, Balt, për ndryshe ajo shtëpia verore nuk ka për të qenë gati për festën. Çfarë feste? Festa surprizë për zonjën Bentley, ku do t'i dhurojmë zonjës Bentley shtëpizën verore. Eja tani dhe nxito. Bob, nuk mendoj se një mas betoni në Lëndin është gjë si dhurat për vjetori. Erdhe më në fund, Balt. Më fal, Wendy, më falni të gjithë. Erdhe më në fund, po kështu edhe trau. Hajtë të ndërtojmë shtëpizën verore. Dakord, duhet të iki dhe unë duhet t'i them diçka dikujt dhe pastaj do të kthehem me njëherë. Ik më vonë, tani na duhet ndihma e të gjithë juve. Por, Bob, unë... A mundemi ta bëjmë? Mundemi! Po, ashtu them dhe unë. Po. Edhe shtëpiza e bukur verore ja ku mbaroj. Ju lumt të gjithëve. Mirë, po si kur të ikjam tani, të bëj atë që kam për të bërë. Në rregull, Balt, por mos u vano, Të ftuarit të tjerë mund të vinë nga çasti në çast. Dakord. Wendy, çfarë ka Balta kështu sot? Zonja Bentley, ku jeni? Duhet të çoj në fest. Zonja Bentley, ju gjeta. Ç'kemi, Balt? Zonja Bentley, përse nuk më lini mua t'i mbajtë gjitha ato çanta? Mund t'i çoj deri në shtëpi? Jo, Balt. Unë nuk do të shkoj në shtëpi tani, por gjithsesi faleminderit. Por duhet të shkoni, sepse... Jo, unë do të blej dhe ca gjëra të tjera. Dhe pastaj them të kaloj ande nga mamaja ime. Jo, duhet ju çoj në shtëpi, tani. Pse? Zonja Bentley, nuk ju a them dot pse. Balt, më lër të kaloj. Jo, nuk mundem. Balt, mos bëj marrësira. Vërtet, Balt, nuk e marr vesh çfarë të ka gjetur sot. Bobo, ka vetëm një mënyrë për ta bërë këtë. Festë shumë e bukur, zoti Bentley. Kur do të na vijë e ftuara e nderit? Bob, zonja Bentley duhet të kishte ardhur me kohë. Ajo do të dilte vetëm sa për të blerë ca gjëra. Shpresoj të mos ketë shkuar tek ëma. Ato të dyja mund të flasin gjithë natën. Duhet të them diçka. Të të shpjegoj që do të ketë një vonesë. Pak vëmendje, ju lutem. Mirë mbrëma të gjithëve. Siç e dini, sot është përvjetori I martesës sime me zonjën Bentley. Por fatkeqësisht gjërat nuk shkuan sipas planit edhe Më lësho poshtë, Balt. Më në fund, Barbara. Përshëndetje të gjithëve. Gëzuar përvjetorin e dashur. Që ka shumë e bukur. Ti ke dashur gjithmonë një shtëpizë verore, kështu që mendova të ta bëja surprizë. Bernard. Prandaj duhet të silja në shtëpi. Më falni që për pak e prisha surprizën tuaj. Sidoqofte, më mirë të shkoni në festën tuaj tani. Faleminderit, Balt. Ashtu them dhe unë. Faleminderit dhe ti, Bernard. Shtëpia verore është e mrekullueshme. Balt, çfarë ndodhi tamam sot konkretisht? Po ja, Bob, histori e gjatë, por mësova diçka prej saj. Çfarë mësove, Balt? Kur bëhet fjalë për surpriza, mos trego asnjëherë asgjë.